Unë sot organizoj ditëlindjen e mamit surprizë, kështu që t'ju tregoj hap pas hapi se çfarë do bëj. Një ditë më parë çova mamin tek salloni i ardisit për të lyer dhe për të prerë flokët, kurse make-upin ja bëra vet. Si fillim gënjeva pak mamin, duke i thënë që unë do i prisja në Durrës në një restorant peshku dhe gjatë kësaj kohe shkova në një dyqan lulesh për t'i bërë këtë tufën me lule. Shqetësimi im i vetëm dhe ndoshta më i madh i asaj dite ishte fakti që binte shi dhe ne kishim menduar gjithë organizimin jashtë. Sapo arrija tek Villa Escape në Durrës, pash që Kles Event dhe cateringu erës kishin bërritur. Villa Escape ishte padyshim zgjedhja ime më e mirë, e para sepse nuk munda të gjej një vilë më të bukur dhe më të madhe se ajo, duke qenë se ne ishim 25 veta, dhe e dyta sepse kishte një obor. Wow, nuk kam fjalë. Kjo është një video e vilës që unë i kam bërë një javë përpara, kur unë shkova për të parë ambientin, pavarësisht se zoti qesh kur ne bëjmë plane dhe ja futi stuhi, dhe më besoni, nuk kisha fjalë. Ishte një obor super gjigant, pishina dhe çdo gjë tjetër ishte fantastike. Duke qenë se plani ishte që i gjithë ditëlindja të organizoj outdoor, pra jo brenda. Por ishte thuajse e pamundur që eventi të bëhej jashtë, kështu që Kles Event era catering organizuan çdo gjë brenda vilës dhe shikoni pak reagimin tim kur jam futur brenda. Këtu në fakt dua të falenderoj pafund çunat dhe gocat e Kles Event, se sa shumë e vlerësoj faktin që ata ishin një kompani problem solving, sepse ndonse gjithë moti ishte kundra vizionit dhe gjithë planit që ne kishim, ata i arritën ta bënin në kohë rekord brenda vilës dhe mbi të gjitha do dukej pash madhështore saç e prisnim edhe jashtë. Një bravo e madhe dhe 10 nga 10. Ja dhe Crystal degustuesja e ushqimit në kryet e detyrës. Nuk është hera e parë në fakt që unë provoj cateringun e erës dhe sigurisht që tek ditëlindja e mamit nuk ishte se si të zgjidhja një catering tjetër. I gjithë vizioni im për ditëlindjen e mamit ishte që ajo të kishte vibe-in e një mini party të vogël, kështu që era understood the assignment dhe solli finger food dhe ky është këndimi i preferuar me shumë fluta dhe me lëndje flutash. Sepse si gjithmonë era përveç se sjell gjëra të shijshme, sigurohet që të jenë dhe të shëndetshme. Duket si i kuq, por në fakt dekori ishte portokalli velvet dhe Kles Event më tha që kjo ishte një nga ngjyrat më trendy të momentit dhe mund të them që kur më parë nuk e kisha dashuruar kaq shumë ngjyrën portokalli. A jeni gati për reagimin e mamit tim? Shikoni pak, ajo po qa. Nuk e priste fare, domethënë kishte filluar të dyshonte, por nuk e priste fare që këto do ishin njerëzit e saj më dashur duke duar trokitur për ditëlindjen. Okej, falenderimet i bëra, kështu që hapim zyrtarisht festën. Okej, ky në fakt nuk ishte qeri, ishte një fish Excel, kështu që nuk fikej. Mami me lule dhe me dhurata, thoni Marcella? Kjo ishte super pamja nga balkoni i vilës dhe duke qenë se ata të gjithë pinë, unë u sigurova unë. Në fakt Villa Escape u siguruar për shkak se kishte 5 dhoma gjumi që të gjithë të flinin aty. Nuk e dija mund ta quaj një vilë apo një ekstra vilë, megjithatë po ju tregoj dhe pamjet se si ajo duket pa dekorin. Kanë edhe këtë xhakun, kështu do ju sugjeroj të merrni me vrap Kles Event në telefon, sepse rezervimet për eventet e Krishtlindjeve sapo kanë filluar. Sigurisht lulet kanë pushtuar gjithë shtëpinë time dhe këtu dua t'ju them të gjithëve faleminderit që patë video deri në fund dhe happy birthday mamush.